Më në fund duket se Tottenham ka bërë një goditje të rëndësishme sa i takon merkatos së verës. Klubi që drejtohet nga menaxheri Villas-Boas ka rënë dakord me skuadrën tjetër londineze të Fulham për të marrë mesfushorin e talentuar belg Moussa Dembélé, për të cilin Spursat pritet të derdhin gati 15 milionë euro në arkat e skuadrës së Fulham. 25 vjeçari që është pjesë e kombëtare së Belgjikës do të zëvendësojë kështu Luka Modric që u largua tek Real Madrid për 32 milionë sterlina. Tottenham ka thyer kështu konkurrencën e Chelsea që kishte kohë që kërkonte shërbimet e Dembélé, ndërsa tashmë pritet vetëm prezantimi i këtij mesfushori tek skuadra e Spursave. Ndërkohë Manchester City është duke parë një tjetër mundësi për repartin ofensiv në këtë orë të fundit të merkatos së verës. Theo Walcott, talenti anglez, nuk ka pranuar të rinovojë kontratën me Arsenal, edhe pse Top City kishin ofruar një kontratë të re 5 vjeçare me një përfitim prej 5 milionë euro në sezon. Por rrjedhoi Manchester City shpreson të bindë menaxherin Arsene Wenger, që ta shes këtë lojtar për gati 12 milionë sterlina. Ai sa është edhe oferta e parë e skuadrës së Mancinit. Ndërkohë Queen's Park Rangers ka zyrtarizuar blerjen e portierit Julio Cesar, i cili pas 7 sezonësh largohet nga Inter për të firmosur një kontratë 3 vjeçare me skuadrën angleze të Queen's Park Rangers, ekip që gjatë merkatos së verës ka bërë shumë blerje.